Maqënia ballafaqohet në lajme të rejtë me luftë hibride, mundohemi më thonë për me hapin, në vazhdimsi edhe pse jemi të kufizuar edhe në buxhet dhe në mjetet, po të bëjmë besime të nevojshme në këtë drejtim. Me po në vazhdimsi, pra çdo vit punohet në këtë drejtim për të ndërtuar mbrojtje nga kjo luftë, e cila çdo ditë më tepër është aktuale, edhe çdo ditë më tepër është problem për çdo qeveri, sidomos për qeveritë e regionit, që janë brishta. Parim, mendoj që më i drejtë është sistemi kur mandati merret drejt për drejt nga qytetari, nga votuesi sa për delegohet. Dhe me po, edhe ato kanë njansat e veta, nën modelet veta, shumë ajo që është për të përshëndetur dhe mendoj që është model më i mirë janë listat e hapura në Kosovë, të cilat mundsojnë që të votohen ata deputet të bëhen ato të cilët kanë votë, do janë të votuar dhe kanë përgatitur. Ndërsa në Maqëni është sistem proporcional, ku fatkeqësisht pra respektohet kryesisht një kriterium, pra lojaliteti ndaj liderit. Po mendoj që Kosova është më e cënueshme se çdo president të drejtë. Edhe jam i bindur që lufta hibride në mënyrë më të sofistikuar në Kosovë është përdorur në kohë të gjatë. Kemi qenë sakt jashtë lufte që në kohë të gjatë. Një pjesë e madhe jona e di. Në laboratori. Absolutisht apo. Çka ka qenë synimi i luftës hibride në Kosovë? Synimi ka qenë fillimisht me na sjellë në situata të hutimit. Mos me qenë më të sigurt çfarë dojmë, tash kvaliteti i përfaqësimit parlamentit të Kosovës është gjithmonë më i breshtë, jo më i keq. Më i breshtë. Unë më besoj që nuk janë gabim listat e hapura. Sistemi me listë funksionon edhe tjetër kund, nuk është problematik për se. Nuk ka listë. Lista hapur nevolicon që cili do kandidat që ka mbështetje më të madhe dhe u ranku më lart në listë dhe mundësia. Problemi është te vota preferenciale e cila është totalisht e kult. Krejtësisht e kult ka ndodhur për shkak se fillimisht ka ndodhur për shkak të frikës disa përfaqësuese që mundën me pas ndryshimet në anë listë. Kjo është një fenomen ose një proces i cili fatkeqësisht ka marrë dhe përshkallëzuar për markesh. Për shkak se teknologjia dhe zhvillimi i teknologjisë ka me mundësu që ata që kanë për synim për të destabilizuar ose për të krijuar ato që quhet fake news apo lajme rreme, do të kenë teknologji shumë më shumë sofistikuar në lidhje